Përshëndetje, mirë se vini në Plakur Plus. Sot do të mësojmë për bashkësitë dhe si i grupojmë objektet në matematikë. Siç e shihni, këto forma po mblidhen bashkë brenda një grupi. Këtë grup e quajmë bashkësi dhe i japim një emër. Në këtë rast emrin A. Ja edhe një grup tjetër, që është bashkësia B. Sot do të mësojmë si shkruhen, si kombinohen dhe çfarë mund të bëjmë me këtë bashkësi. Imagjinoni një çantë bosh. Brenda kësaj çante fusim objekte, për shembull fruta, pastaj fusim një frut tjetër dhe një frut të tretë. Këtë koleksion e quajmë bashkësia F, bashkësia frutave. Në matematikë e shkruajmë kështu: F paras, hapim klapën, elementet dhe klapa mbyllëse. Çdo objekt brenda kësaj bashkësie quhet element. Këto klapa gjarpërore na tregojnë që kemi të bëjmë me një bashkësi. Një bashkësi duhet të jetë mirë përcaktuar, do të thotë që për çdo objekt e dim me siguri a i përket objekti bashkësisë apo jo. Numrat çift janë për shembull të mirë përcaktuar. E dim saktësisht se cilat janë. Por për shembull, numrat e bukur nuk janë të mirë përcaktuar. Nuk e dim se cilat numra janë të bukur, pasi çdo person mund t'i klasifikojë numrat ndryshe. Për shembull, bashkësia A përmban numrat 1, 2 dhe 3. Bashkësia B përmban shkronja. Në këtë rast shkronjat A, B dhe C. Klapa gjarpërore, kur i shihni në matematikë, dijeni se keni të bëjnë me bashkësi. Brenda vendosim elementet, të ndara me presje, 1-shin, 2-shin, 3-shin. Bashkësinë e emërtojmë me shkronjë të madhe: A-ja, B-ja, C-ja, të gjitha të mëdha e kështu me radhë. Tani ky simbol do të thotë i përket. Elementi ndodhet brenda bashkësisë. A ndodhet 2-shi brenda bashkësisë? Po. Atëherë shkruajmë 2-shi i përket A-s. Po 5-a? Jo, nuk ndodhet brenda bashkësisë. Atëherë shkruajmë 5-a nuk i përket bashkësisë A. Kjo vije tërthort e kthen simbolin i përket në simbolin nuk i përket. Bashkësitë kanë 3 veti. Vetia e parë është që nuk ka elemente të përsëritura. Nëse kemi 2-shin 2 herë, ai numërohet vetëm një herë. Bashkësia mbetet bashkësia me elementet 1, 2 dhe 3. Vetia e dytë është që rendi nuk ka rëndësi. Nëse i ndrojmë vendet e elementeve, mbetet po e njëjta bashkësi. Vetia e tretë është bashkësia boshe. Nuk ka asnjë element brenda. Kjo nuk do të thotë që ka një vlerë 0 apo nuk ekziston. Ajo shkruhet me këtë simbol ose thjesht klapat bosh. Këtë mund ta mendojmë si çantë bosh. Çanta ekziston, por thjesht është bosh dhe nuk ka gjë brenda. Bashkësitë mund të paraqiten në mënyra të ndryshme. Mënyra e parë është renditja. Këtu thjesht listojmë të gjitha elementet brenda klapave. Kur kemi shumë elemente, përdorim 3 pika për të treguar se bashkësia vazhdon. Mënyra e dytë është përshkrimi me kusht. Këtë mund ta zbërthejmë cop-cop. X-i është ndryshorja. X-i i përket n-s. Do të thënë që X-i është numër natyror. Bashkësitë e numrave do i shohim më pas. Kjo vijë lexohet i tillë që dhe më pas vjen kushti. Kushti në këtë rast është X-i më i vogël ose baraz me 5. Kjo na jep pikërisht elementet 1, 2, 3, 4 dhe 5. Mënyra e tretë është diagrami i venit. Vizatojmë një rreth, i vëmë emrin bashkësisë dhe vendosim elementet brenda. Kjo paraqitje është shumë e dobishme kur kemi 2 ose më shumë bashkësi. N-ja janë numrat natyror: 0, 1, 2, 3, 4 e me radhë. Pra numrat me të cilët numërojmë çdo ditë e deri në pafundësi. Nëse shtojmë edhe negativet, marrim zën. Këto janë numrat e plot. Çdo numër natyror është edhe numër i plot. Prandaj n-ja ndodhet brenda bashkësisë z. Bashkësia q janë numrat racional. Këto janë të gjithë numrat që shkruhen edhe si thyes. Edhe numrat e plot janë racional.
sepse 3-shin për shembull mund ta shkruajmë si 3 e njëjta ose 3/1. Së fundmi kemi rën, numrat real. Këto përfshin edhe racionalet edhe irracionalet. Numrat irracional janë për shembull rënja e 2-shit ose numri pi, të cilët nuk mund të shkruhen si thyes. Kështu shohim që çdo bashkësi e përfshin të mëparshme. N-ja brenda z-s, z-ja ndodhet brenda q-s, q-ja ndodhet brenda r-s. Kështu kemi një zinxhir bashkësish. Imagjinoni një bashkësi B e cila ndodhet komplet brenda A-s. Kjo quhet nënbashkësi. B-ja është nënbashkësi e A-s. Do të thotë që çdo element i B-s ndodhet edhe në A. Nëse e kontrollojmë, ai ka B-ja të gjitha elementet brenda A-s? 1-shin po, 2-shin po, edhe 3-shin po. Prandaj B-ja është nënbashkësi e A-s. Një fakt interesant është që bashkësia boshe, e cila nuk ka asnjë element brenda, është nënbashkësi e çdo bashkësie. Nuk ka asnjë element që mund ta thyejë këtë rregull, sepse bashkësia nuk ka asnjë element brenda. Me bashkësitë mund të bëjmë disa veprime. Veprimi i parë është bashkimi. Kemi bashkësinë A me elementet 1, 2, 3 dhe 5, edhe bashkësinë B me elementet 2, 3, 5, 6 dhe 8. Bashkimi merr të gjitha elementet nga A-ja, nga B-ja edhe elementet e përbashkëta. A-ja bashkuar me B-n jep bashkësinë me elementet 1, 2, 3, 5, 6, 8. Edhe pse disa elementet ndodhen në të dyja bashkësitë, i shkruajmë vetëm një herë. Veprimi i dytë është prerja. Prerja merr vetëm ato që ndodhen në të dyja bashkësitë. Pra, 2-shi, 3-shi edhe 5-a. A-ja prerë me B-n jep bashkësinë me elementet 2, 3, 5. Pra, vetëm elementet e përbashkëta. Veprimi i tretë është diferenca. A-ja pa B-n, fillojmë me A-n, heqim çfarë ndodhet në B, mbetet vetëm elementi 1. Pra A-ja pa B-n jep bashkësinë me vetëm një element, i cili është elementi 1. Tani bëjmë B-n pa A-n. Elementet që ndodhen vetëm në B janë elementet 6 dhe 8. Kujdes, diferenca nuk është simetrike. A-ja pa B-n nuk është një lloj si të themi B-ja pa A-n, gjë që mund ta bëni me bashkimin ose me prerjen. Omega është bashkësia universale. Mendojeni si bota e problemit. Të gjitha elementet me të cilat punojmë. Komplementi i A-s është gjithçka në omega që ndodhet jashtë A-s. A-ja është një nënbashkësi e bashkësisë omega. Omega ka numrat nga 1-shi deri tek 10-ta. A-ja ka elementet nga 1-shi tek 3-shi. Komplementi i A-s është bashkësia me elementet nga numri 4 deri tek numri 10. Pra gjithçka përveç elementeve që ndodhen brenda në A. Le ta vëmë në praktik. Kemi bashkësinë A me elementet nga 1-shi tek 5-a edhe B-n me elementet nga 3-shi deri tek 7-ta. Me këtë bashkësi mund të ndërtojmë diagramin e venit. Vendosim elementet 3, 4, 5, të cilët janë të përbashkëta në mes. 1-shi dhe 2-shi janë vetëm në bashkësinë A, 6-ta dhe 7-ta janë vetëm në bashkësinë B. Për bashkimin marrim gjithçka, pra elementet nga 1-shi deri tek 7-ta të papërsëritura. Për prerjen marrim vetëm elementet e përbashkëta, pra elementet nga 3-shi deri tek 5-a. A-ja pa B-n janë vetëm elementet që ndodhen në A, pra elementet 1 dhe 2. B-ja pa A-n janë vetëm elementet në B, pra elementet 6 dhe 7. Kështu shohim edhe sa bukur dhe sa qartë bëhet kur e vizualizojmë me diagram veni. Si përmbledhje kësaj videos, mund të fillojmë me klapat që tregojnë bashkësinë, simboli i përket, që do të thotë elementi ndodhet brenda një bashkësie. Nën bashkësitë thamë janë bashkësi që ndodhen plotësisht brenda një bashkësie tjetër. Bashkimi janë të gjitha elementet e 1, 2 ose më shumë bashkësish. Prerja janë vetëm elementet e përbashkëta. Diferenca do të thotë që heqim elemente nga një bashkësi dhe komplementi që janë të gjitha elementet që ndodhen jashtë një bashkësie. Faleminderit për vëmendjen, abonoheni dhe shihemi herën tjetër.